nderuar vëllezër dhe motra, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, nga do që jeni duke na përcjellur. Pra jemi në emisionin tonë Mexhlisi i së hënës me Dr. Flamur Sofiun. Në takimin e fundit folëm rreth Ebu Hanifes dhe mëdhëbit të tij, ndërsa sonte do të mundohemi të flasim rreth Imam Malikut dhe mëdhëbit Maliki. Prandaj i nderuar Dr. Flamur, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se gjithëm. Për fillim, a mund të na thuani kush ishte Imam Maliku dhe pse konsiderohet një prej figurave të mëdha të historisë islame? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Sonte kemi nderin të flasim për një person madhor, një njeri shumë i madh i historisë islame, i njohur me emrin Imam Maliku, apo emri i tij i plot që njihet është Malik ibn Anas ibn Malik radiallahu anhu. Pra është themeluesi i mëdhëbit Malikit dhe konsiderohet njëri prej dietarëve më të mëdhenj të epokës islame. Ka lind aty ka viti 93 Hijri. Domethënë Ebu Hanifja ka lind vitin 80, kurse Imam Maliku rahimahullah lind ka viti 93. Domethënë është një 13 vite më i ri se Ebu Hanifja rahmetullahi alayhi. Ndërsa ka vdekur në Medinë në vitin 179 Hijri. Diku 85 vite afërsisht ka jetuar ky imam i nderuar. Konsiderohet prej tabiinëve të vegjël, që do të thotë se ky imam ka mësuar dhe ka takuar shumë nxënës të sahabëve, të shokëve të pejgamberit alayhis salam. Është takuar me ta dhe ka marrë mësime prej tyre. Andaj Imam Maliku, me të drejtë, është njohur në vendin ku ka jetuar atje, në Hijaz, është njohur si imami i Darul Hijrës, ka qenë imami i Medinës. Më thjesht mund të thomi Imam Maliku njihet si imami i Medinës dhe është themeluesi i mëdhëbit Malikit, i cili mëdhëb sot në botë është i përhapur në 25% të botës islame. Domethënë 1/4 e muslimanëve janë të mëdhëbit Malikit. Sa i përket veprave, shkrimeve që ka bërë ky imam i madh, është vepra e tij e njohur dhe shumë e njohur me emrin El Muwatta, që është libër i cili konsiderohet prej librave të hershme më i rëndësishmi në shkencën e hadithit dhe të fikut. Si karakteristikë, si veçori që ka ky imam janë të shumta, mirë po ne do të përmendim mënyrën ku dhe si është mbështet në themelimin e mëdhëbit. Gjithsesi në cilat burime më së shumti është bazuar Imam Maliku rahimahullah në vendosjen e fetvave të tija, gjithsesi në angazhimin e tij ideor, ijtihadin e tij. Normalisht secili prej 4 mëdhëbeve edhe të gjithë dietarët e ehli sunne vel xhamaa është e qartë se të gjithë mbështeten në fjalën e Allahut në Kur'anin Azimoshan. Edhe Imam Maliku si burim parsor, thelbësor në mëdhëbin e tij e ka pas Kur'anin, më pastaj është mbështet në sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, është mbështetur në ixhma, në konsenzusin e ulemave të kohës së tij, është mbështetur në analogji apo i njohur në jurisprudencën islame si qiyas, dhe ajo që e veçon prej 4 mëdhëbeve këtë imam, ky ka pas një mbështetje të veçantë, një simpati të veçantë ndaj veprimeve, veprave, amelu ehlil Medine, punëve të banorëve të Medinës, ose në disa libra njihet si Ixhmau ehlil Medine, konsenzusi i banorëve të Medinës. Imam Maliku rahimahullah këtu e ka një tipar dallues.
sepse shumë e ka konsideruar të vlefshëm argumentimin me veprat e banorëve të Medinës, me traditën dhe zakonin e banorëve të Medinës, saqë zakoni, tradita e banorëve të Medinës te Imam Maliku rahimahullah ka qenë e kategorisë se njohur në hadith kategori mutawatir, që do të thotë nëse ka ndodhur ndonjë hadith ahad që është transmetuar prej sahabiut dhe ka pas kontrandita ose është kundërshtuar me veprimin e banorëve të Medinës, Imam Maliku hadithin ahad nuk e ka marrë në zbatim, e ka lënë pa e zbatuar, kurse i ka dhënë përparësi në argumentim në veprim kujt, veprimet banorëve të Medinës, nga se sipas mendimit të tij dhe ijtihadit të tij, veprimet e banorëve të Medinës janë veprimet sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe të cilat veprime konsiderohen kategorisë mutawatir. Andaj ky imam është veçuar prej 4 imamëve të mëdhëbeve me këtë tipar se e ka vlerësuar shumë kënd praktikën e banorëve të Medinës. Po ashtu imami në fjalë Imam Maliku rahimahullah shumë i ka kushtuar kujdes në dhënien e fetvave, në nxjerrjen e normave të shariatit, në marrjen e vendimeve të shariatit, kuptohet kur s'ka pas ajet ose hadith të qartë për një çështje, është bazuar dhe ka gjykuar sipas el-masalihul mursala apo interesave publike të kohës. Gjithmonë i ka kushtuar rëndësi me shique se ku është interesi i përgjithshëm i muslimanëve, edhe kjo ka qenë një veçori shumë e veçantë e Imam Malikut edhe nxënësve të tij dhe mëdhëbit të tij në këtë aspekt. Po ashtu Imam Maliku është bazuar shumë në dhënien e fetvave, ka përdor edhe burimin e shariatit të njohur në shkencën e usul fikut si sadullëria, preventivat, mos më ardh deri te gjunahi, deri te keqja, deri te gabimi, deri te harami. Edhe në këtë aspekt Imam Maliku është dalluar shumë në dhënien e fetvave duke u bazuar në këtë burim të shariatit. Po ashtu Imam Maliku në mënyrë të veçantë ka pas një lloj respekti të jashtëzakonshëm ndaj fetvave të sahabëve, dhe fetvat e sahabëve janë konsideruar si burim thuajse parsor i Imam Malikut në dhënien e fetvave. Pra këto janë përgjithësi, ka edhe burime tjera, por neve nuk do të zgjasim shumë në këto. Ajo që duhet ta përmendim edhe një herë, mos të harrojmë se Imam Maliku ka qenë një person me devotshmëri të jashtëzakonshme, me njohuri të mëdha në hadith dhe në fik, zatën kemi pa më vonë se si dietarët kanë folë fjalë të mëdha për diturinë, ilmin, shkencën që e ka themeluar Imam Maliku. Tashti mëdhëbi Imam Malikut rahimahullah, që është një prej përmendëm më herë që është një prej mëdhëbeve që 25% popullatës muslimane është në mezhebin e tij, është përhap në Afrikën Veriore, është i përhapur është përhapur në Andaluzinë islame, gjithsesi në Spaninë e Sodit, kur ka qenë në sundimin e muslimanëve, dhe në një pjesë të Afrikës perëndimore. Dietarët e mëdhenj, si Imam Shafiu edhe Imam Ahmedi, kanë mësuar nga Imam Maliku, ose kanë përfituar. Dihet se Imam Shafiu direkt ka qenë dhe ka shkuar në Medinë me marrë mësim nga Imam Maliku, dhe gjithmonë ka thonë dhe ka përmend kur ka folë për Imam Malikun, ka thonë se flitet për dietarët, ylli i dietarëve është Imam Maliku. Pra, Imam Maliku është i njohur edhe me thënien e tij madhështore që e ka përdorur gjithmonë në mesin e nxënësve të tij dhe në mesin e atyre që i kanë ndjek mësimet e tija, gjithmonë ka thonë çdo kujt mund t'i merret edhe t'i kundërshtohet, t'i linjet, mos t'i merret mendimi. Përveç këtij personi, këtij burrit që është në këtë varr, e ka pas për qëllim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me këtë fjali ka treguar modestin që duhet me pas kujdes se mendimi
i njerëzve mund me qenë i gabuar se asë një njeri dhe asë një person përveç pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam nuk është maasum i mbrojtur prej gjunaheve. Imam Maliku pra konsiderohet imami i hadithit dhe i fikut dhe sunetit në kohën e tij. Për shembull, Imam Shafiu rahimahullah, i cili ka qenë nxënës edhe Imam Malikut, ka thonë një fjalë shumë të njohur. Nuk ka mbi faqen e tokës pas tabiinëve njeri më të sigurt në hadith se Imam Maliku. Gjithashtu Imam Ahmed ibn Hanbeli ka thënë Maliku është imam në hadith dhe në fik. Kurse një dietar që ka qenë shumë kritik ndaj dietarëve të mëdhenj dhe kritikuesve të mëdhenj në çështjen e vlerësimeve të hadithit, Yahya ibn Ma'ini rahimahullah, kur ka folë për Imam Malikun, ka thonë thika, ka pas për qëllim me tregue se Imam Maliku është shumë i sigurt, shumë jashtëzakonisht i besueshëm në transmetimin e hadithit. Ajo që është pak më e lehtë me kuptuar ne, Imam Muslimi, Imam al-Bukhariu dhe Imam Muslimi, që janë të dy të njohur në transmetimin e hadithit, këta kanë transmetuar hadithe në librat e tyre nga Imam Maliku rahimahullah. Dhahabiu është një prej dietarëve të mëdhenj islam të kohës vet, thotë për Imam Malikun është imam, është dietar, është shehul islam, argumenti i islamit. Aq shumë ka pas vlerë pra sipas dietarëve Imam Maliku. Ajo që duhet të përmendi, Imam Maliku rahimahullah njihej, dallohej, veçohej me disa veçori që ndoshta rrallë kush apo fare si ka askush. E para ka pas devotshmëri të madhe, njihet si person shumë i devotshëm. Ka pas një respekt të madh ndaj thënieve të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, sa që përmendet në tregimet historike se Imam Maliku nëse ka pas ndërmend ta e transmetoj, ta e shpjegoj një hadith, gjithmonë ka marr abdes dhe i ka dërguar selavat pejgamberit alayhi salatu wasalam, e më pastaj ka folë dhe ka transmetuar hadithin. Domethënë ka pas një respekt të madh në çështjen e bartjes së hadithit. Ka qenë shumë i kujdesshëm në dhënien e fetvave. Nuk ka nxituar në fetva. Shpesh ka thonë këtë pyetje e di, këto nuk i di. Domethënë prej modestisë madhe dhe dijes madhe ka qenë shumë i kujdesshëm saqë nifet thënia e tij se dituria është me thënë, kur dietari thotë nuk di, ajo është një lloj diturie madhe e atij që ka arrit në atë gradë me thonë që nuk di. Pra, Imam Maliku është njohur me këtë veprim sepse gjithmonë në dhënien e fetvave ka qenë shumë i kujdesshëm. Tash ne më herët përmendëm se Imam Maliku rahimahullah mëdhhebi i tij u përhap më shumë në Afrikën Veriore, Perëndimore, është përhap edhe në disa vende tjera. Tash më na lind një pyetje, po a nuk ka qenë në Medinë mëdhhebi Imam Malikut? Po, mëdhhebi Imam Malikut rahimahullah ka qenë i përhapur në Medinë edhe në disa vende në Arabinë Saudite. Po mendoj në Hijazin e atërshëm. Mirë po, për shkaqe se nxënësit e tij u shpërndan me përbot, u shpërndan më shumë në për Egjipt, në për Maroko, apo Maghribin, në për Tunizi, në për Algjeri dhe edhe në Andaluzi, dhe nga shumë prijes të atyre vendeve, mëdhhebi Maliki u pranua me gjithë dëshirë dhe u bë mëdhheb zyrtari aty në vendeve, andaj për atë arsye u përhap mëdhhebi Malikit në këto vende më së shumti, ndërsa në Medinë ka qenë i përhapur, ka qenë i zhvilluar, mirë po për shkaqet historike, shkaqet politike që ndodhen në Hijaz dhe më vonë erdhin në pushtet Mbretëria Saudite, të cilat anonin krejtësisht ka mëdhhebi Hanbeli dhe në mënyrë zyrtare kështu filloi të përhapej dhe u përhap më së shumti mëdhhebi Hanbeli, i cili edhe për momentin është mëdhheb zyrtar. Kjo do të thotë se ka Malikit në Medinë, ka Malikit në Arabinë Saudite, mirë po si Malikit, si Hanefit, si Shafit që kanë qenë shumë përhapur para se marrë mbretëria e Arabisë
e sauditëve kanë qenë përhapur, mirë po tashti për shkaqe politike dhe për shkak se shteti e ka zyrtar me dhebin Ambeli, me kalimin e kohës, me dhebe tjera veç kanë filluar me u dok si në hije, edhe pse kanë qenë shumë përhapur. Nderoj doktor Flamur, ju përmendet veçoritë apo burimet cilat i ka praktikuar Imam Maliku, a mund të na përmendni shembuj konkret në jetën fetare dhe shoqërore që janë veçoritë të mëdhëbit Maliki? Mëdhëbi Maliki, sikur mëdhëbet tjera thuaj janë të ngjashëm tërësisht, janë ehli sunne wal xhamaa, janë me një kornizë të gjithë, mirë po ajo që e përmendëm edhe na më herët, Imam Maliku ka qenë i njohur me atë bindjen e tij se veprimet, zakonet, traditat e banorëve të Medinës janë kategori e mutawatirit. Edhe përmend edhe përsëris më herët se shumicën e rasteve kur hadithi ahad, edhe pse ka qenë i sakt në senet, nëse ka ardhur në kundërshtim me veprimin e banorëve të Medinës, Imam Maliku atë hadith nuk ka thonë që nuk ka i sakt, por ka thonë nuk punoj, por i jap përparësi veprimit të banorëve të Medinës. Për shembull, e kemi një hadith ahad me të cilin Imam Maliku nuk punon. El bejani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Hadithi është dy blerësi dhe shitësi merren vesh me zvetje për me shita ose me ble mallin dhe zgjedhje mund me bon me zvetjet derisa së ndahen. Si të largohen mas pëlqimit të blerjes, atëherë nuk ka mundësi me u rikthye dhe me thonë malli im nuk po më pëlqen, duhet me rikthye, sepse sipas veprimeve të banorëve të Medinës ka qenë e kundërta. Imam Maliku ka thonë jo, me këtë hadith nuk punoj, nga se zakoni i banorëve të Medinës ka qenë që brenda 3 dite ke pas drejt si blerës me kthy mallin të shitësi. Ndërsa hadithi ka thonë, në momentin kur ndahen shitësi dhe blerësi, nuk ka rikthim të mallit. Edhe për këtë pra, Imam Maliku ka vepruar në mënyrë të veçantë me hadithin, me veprimin e banorëve të Medinës, duke e lënë në heshtje hadithin ahad. Që do të thotë, mos guxojë kush me thonë se Imam Malikut si ka mri hadithi, si është zakon tek ne tek disa të cilët gjithmonë arsyetimet i kanë, po këti dietari si ka mri hadithi, nëse si ka mri hadithi Imam Malikut, atë neve na pas ka mri hadithi? Jo, Imam Maliku e ka hadithin në librin e vet El Muwatta, mirë po ma atë hadith, edhe hadithe tjera nuk ka punuar nëse hadithi ka ardhur në kundërshtim me veprimin e banorëve të Medinës. Edhe tjetra çka e veçon Imam Malikun, Imam Maliku ka pas një cilësi të veçantë në dhënien e fetvave, nuk ka dhënë fetva jashtë rrethit Medinës. Kur është pyet për ndonjë mesele, ndonjë çështje të fesë për në Mekë, sa e ka pas afër Mekën, ka thonë mos më pyetni mua për çështjet e Mekës. Ehlu Mekke edra bi shi'abiha. Banorët e Mekës më mirë din punët e veta. Ka dashur na treguar se secili vend ka veçoritë e veta në dhënien e fetvas. Andaj, secili dietar duhet me marrë shembull Imam Malikun që mos tipet fetva për rajone, vende të panjohura për ato që jep fetva. Andaj është mirë që Imam Maliku në këtë aspekt i ka dhënë mësim të gjithëve atyre që tentojnë me dhënë fetva si pas mendjes vetë dhe rajonit ku jeton, pa e njoft rrethonat dhe çështjen e jetës aty ku jep fetva. Pra Imam Maliku rahimullah ka qenë i veçantë në shumë aspekte të jetës, andaj shpresojmë që kemi shpresën te Allahu që të takohemi me Imam Malikun në dunjë inshallah. Me qenë se po i afrohemi kohës e cila është paraparë për ne, atëherë çfarë mund të mësojmë ne sot nga vetë Imam Maliku dhe metodologjia e tij e cila ka përdorur, cilat janë mesazhet për ne në ditët tona, në ditët e sotit? Mesazhi kryesor që mundemi me marr për Imam Malikun, sidomos rinia e sotit, mos nxitohet në dhënien e fetvave. Askush mos nxitohet me dhënien e fetvave. Askush mos nxitoje me shpjeguar çështjen e fesë i pari. Gjithmonë me ndahet, me mendue dhe me kujtue se Imam Maliku çfarë dietari i madh ka qenë,
Prej 40 pyetjeve ka mund me thonë 3 pyetje, 5 përgjigjem, tjera nuk i di. Ky është mesazhi më i madh që na mëson ky imam i nderuar neve të gjithë muslimanëve se si duhet të jemi të edukuar, të kemi edukat të lartë në dhënien e fetvave, mos nxitojmë, të ndalemi më mirë të ndëgjojmë fetvan se sa të japim fetva. E përmendet se një prej veçorive është edhe maslaha mursale tek Imam Maliku. A mund të na përmendni ndonjë shembull se si e ka trajtuar këtë çështje Imam Maliku radhiyallahu anhu? Shikoni, maslahatul mursale nuk do të thotë që ka filluar me trajtu për herë të parë Imam Maliku. E kanë trajtuar edhe sahabët para Imam Malikut. Por Imam Maliku e ka marrë në praktik gjithmonë me shique interesin e përgjithshëm të muslimanëve. Për shembull, po shkoj më herët. Në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu dhe në kohën e Omerit radiallahu anhu, për shembull, nuk janë thirrë 2 ezana namazin e xumas. Nuk janë thirrë 2 ezana namazin e xumas. Në ardhin e Uthmanit radiallahu anhu, çka ndodh? Duke e pa se gjendja e tregtarëve të Medinës po harrojnë kur është koha e namazit xumas dhe po harrojnë që jo ditë e xumë, atëherë imam Khalifja Uthmani radiallahu anhu në konsult me sahabët mori një vendim duke u bazuar në maslahatul mursale, në interesin e muslimanëve që të thirrën 2 ezana. Që ezani i parë me lajmërue se mu bo gati për xhumë dhe ezani i dytë me lajmërue se veç ka filluar imami, po fillon imami me dalë në hutbë dhe në këtë mënyrë është pa në interesin e muslimanëve. Shumë mesele mundim të shpjegojmë dhe të përmendemi edhe vetë tubimi i Kur'anit, edhe vetë botimi i Kur'anit janë të bazuara në këtë burim të cilin e përmend Imam Maliku në interesin e përgjithshëm të muslimanëve. Andaj, rregulli i maslahatul mursale, të cilin e ka përdorur Imam Maliku dhe kanë përdorur ulemaja të tjerë, neve na mbyllin rrugën ose na detyrojnë mos me fol, mos mi thonë çdo gjë është bidat, se ne nuk e dimë, nuk e kuptojmë se çdo gjë që është e re në Islam mund të jetë edhe maslahatul mursale, mund të jetë në interesin e përgjithshëm muslimanëve, e jo vetëm të mësohemi ta etiketojmë çdo veprim se kjo është bidat, ajo është bidat. Shumë gjëra s'kan qenë në kohën e sahabëve, por më vonë janë bërë të bazuara krejtësisht në interesin e përgjithshëm muslimanëve, gjithsesi të bazuara në këtë burim të shariatit që Imam Maliku ka pasur të veçantë. Atëherë ju falenderojmë për trajtimin që bët rreth biografisë e Imam Malikut dhe medhhebit të tij. Të dashur vëllezër dhe motra, pra nga këtu patëm rastin të marrëm disa informacione rreth Imam Malikut dhe metodologjisë së tij në trajtimin e çështjeve juridike fetare. Atëherë miru takofshim në emisione tjera. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.